Dashi, sot energjia juaj do të jetë e jashtëzakonshme, duke ju shtrirë të merrni hapa të rinj dhe të guximshëm. Në punë, përqendrohuni në projektet që keni filluar, pasi përpjekjet do të shpërblehen së shpejti. Ndërsa trajtoni situatat financiare, tregoni kujdes dhe shmangni shpenzime të parsyeshme. Zemra juaj po kërkon diçka të re dhe emocionuese, kështu që konsideroni t'i kushtoni kohë dashurisë dhe misive. Një telefonat ose mesazh i papritur nga një mik do t'ju ngrohë zemrën në mënyrë të veçantë. Mos e anashkaloni nevojën për relaksim. Një shëtitje e gjatë ose një mbrëmje e qetë në muzikën tuaj të preferuar mund të jetë veçanërisht qetësuese. Besoni në fuqinë tuaj për të transformuar realitetin tuaj. Demi, kjo ditë ju fton të shijoni momente të thjeshta, por të çmuara. Kujdesuni për marrëdhëniet personale, sepse harmonia dhe komunikimi i sinqert janë kyçi për një zemër të lumtur. Në punë, mbani një qasje praktike dhe organizoni detyrat me kujdes. Shmangni vendimet impulsive që mund të ndikojnë te financat tuaja. Një analizë e detajuar do t'ju ndihmojë të shpëtoni nga shpenzimet e panevojshme. Energjitë janë të qeta, prandaj ndihuni të lirë të meditoni dhe të reflektoni mbi ëndrat tuaja. Jepini përparësi relaksit dhe gjeni forcë në aktivitetet që ju sjellin kënaqësi. Sot lejoni intuitën të udhëheqë çdo hap, sepse ajo do të jetë një aleate e fuqishme në vendimet që merrni. Jetoni me ndjeshmëri dhe mirënjohje për gjithçka që keni. Binjakët, dita fillon me një energji të fllatit të ri, duke të ftuar të eksplorosh territore të reja. Është momenti ideal për të rigjallëruar marrëdhëniet, qoftë me partnerin apo miqt. Një bisedë e hapur dhe e sinqertë mund të sjellë një afërsi më të madhe. Në punë, sfidat që kanë qëndruar pezull më në fund do të gjejnë zgjidhje, por mbaj të duruarit si një armë të çmuar. Financat kërkojnë vëmendje, shmang shpenzimet e panevojshme dhe planifiko për një të ardhme më të qëndrueshme. Kujdesu për shëndetin mendor duke marrë kohë për veten dhe meditimin. Dëgjoje zemrën tënde dhe lejoje frymëzimin të drejtojë në çdo hap që ndërme. Energjia krijuese do të ndriçojë rrugën tënde. Daforia. Dita e sotme fton për reflektim dhe kujdes ndaj ndjenjave personale. Ndoshta ndjeheni më të lidhur me emocione të thella, duke ju sjellë një ndjesë qetësie dhe rehatie. Në dashuri, hapini zemrën partnerit dhe tregoni për ato që ju shqetësojnë. Kjo do të forcojë lidhjen dhe mirëkuptimin. Në punë, një sfidë e re mund të shfaqet, por do të jeni të gatshëm ta përballoni me kuraj. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur të jetë e nevojshme. Financat janë stabile, por është koha për të vlerësuar shpenzimet e panevojshme. Merrni pak kohë për veten, një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në rivendosjen e energjisë pozitive. Ndjekja e intuitës do t'ju udhëzojë në vendimet e duhura. Luani. Energjia e kësaj dite sjell një ndjenjë të veçantë vetbesimi. Do të kuptoni se guximi juaj është qelësi për të arritur suksesin. Në aspektin e dashurisë, është dita ideale për të shprehur ndjenjat tuaja dhe për të bërë një hap të rëndësishëm përpara. Ato që thoni sot do të lënë gjurmë të thella tek partneri. Në punë, një projekt i ri mund të shfaqet papritur. Pranoni sfidën, sepse kjo do t'ju hap dyert të reja. Financat kërkojnë vëmendje, një planifikim i kujdesshëm do të jetë thelbësor për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Përqafoni momentet e qeta të ditës për të reflektuar dhe për të rilidhur me veten. Kjo ditë shërben si një kujtim se energjia juaj është një burim i fuqishëm transformimi. Virgjëresha. Në këtë ditë dimri, energjitë të mbështjellin me ngrohtësi dhe stabilitet. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund t'ju afrojë më shumë dhe t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njëri tjetrin. Nëse jeni ende në kërkim të dashurisë, mbajini syt hapur për mundësi të reja që shfaqen papritur. Në punë, mund të ndjeni nevojën për të strukturuar më mirë detyrat tuaja, duke krijuar një plan konkret veprimi. Për sa i përket financave, është koha e duhur për të bërë një bilanc dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kujdesi për detajet do t'ju sjellë përfitime afatgjata. Gjendja shpirtërore është e qetë dhe meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të rrisin mirëqenien tuaj të brendshme. Peshorja. Sot, universi është në harmoni dhe ju ofron një ditë të qetë. Në marrëdhëniet tuaja personale, kushtoni vëmendje detajeve të vogla që mund të forcojnë lidhjet. Një fjalë e ngrohtë ose një gjest i thjeshtë mund të jetë çelësi për një ditë të bukur. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe mos e humbisni ritmin, edhe nëse ndjeheni të lodhur. Projektet të reja mund të kenë nevojë për vëmendje të veçantë. Financat tuaja kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe bëni një planifikim të kujdesshëm. Ndjesitë e brendshme janë të thella, prandaj ndaloni për një çast dhe reflektoni mbi qëllimet tuaja. Merrni frymë thellë dhe gëzoni momentet e vogla. Kujdesuni për veten dhe lëreni dritën tuaj të shkëlqejë.
Akrepi. Ditën e sotme, energjitë kozmike ju inkurajojnë të lidheni më thellë me emocionet tuaja. Në çështjet e dashurisë, dëgjoni zemrën tuaj dhe mos nguroni të shprehni ndjenjat më të sinqerta. Kjo mund t'ju sjellë afër një njohjeje të re ose të forcojë lidhjen ekzistuese. Në punë, qëndroni të përqendruar dhe të hapur ndaj mundësive që mund të shfaqen papritur. Një ide e vogël mund të kthehet në një projekt të suksesshëm. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me mençuri për të ardhmen. Sot është koha e duhur për të medituar dhe për të rigjetur qetësinë e brendshme. Jepini vetes hapësirë për reflektim dhe largoni çdo dyshim që mund t'ju pengojë të arrini harmoninë që kërkoni. Shigjetari. Sot, zemra juaj ndriçon si një yll në qiellin e natës. Në dashuri, komunikimi i sinqert me partnerin do të sjellë ngrohtësi dhe afërsi. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të rizgjojë emocione të reja. Në punë, projektet kërkojnë vëmendje të veçantë, por intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Financat kërkojnë kujdes, mos u përfshini në shpenzime të mëdha pa menduar dy herë. Ndërkohë, një moment reflektimi i ndihmon shpirtit të gjejë qetësi. Merrni frymë thellë dhe lejoni vetes të ndjeni harmoninë që ju rrethon. Ky është një ditë për të vlerësuar çdo hap të vogël drejt qëllimeve më të mëdha. Kujtoni se çdo sfidë është një mundësi për të rritur dhe për të ndriçuar më së qarti. Briciopi. Dita e sotme sjell një frymë të re dhe energji të freskët për ty në dashuri. Komunikimi është qetësi për të zbutur çdo keqkuptim. Merr kohë për të dëgjuar partnerin dhe tregohu i hapur për të ndarë mendimet e tua. Në aspektin profesional, një projekt i ri mund të të ngjallë interesin, mos e shmang. Trego kujdes me financat dhe qëndro i disiplinuar për të shmangur shpenzimet impulsive. Kjo është koha e duhur për të planifikuar buxhetin për muajt e ardhshëm. Energjia jote mendore është në kulm, ndaj shfrytëzoje për të realizuar qëllimet personale. Mos harro të kujdesesh për veten. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të sjellë qetësi. Harmonia sot mund të gjendet në detajet më të vogla. Ujori. Dita fillon me një ndjenjë të freskët dhe entuziazmuese. Mendja juaj është e hapur ndaj ideve të reja dhe mund të gjeni zgjidhje kreative për sfidat që mund të hasni. Në dashuri, sytë tuaj reflektojnë thellësi dhe sinqeritet, duke tërhequr ata që ju kuptojnë më mirë. Nëse jeni me një marrëdhënie, bisedat e thella do të forcojnë lidhjen tuaj. Në punë, është momenti i duhur për të propozuar plane të reja që keni mbajtur në zemër. Financat duken stabile, por shmangni shpenzimet e panevojshme me një kujdes të veçantë. Ndërsa dita mbështjell përqafimet e saj rreth jush, mësoni të dëgjoni intuitën tuaj dhe të ndiqni rrugën që bën zemrën tuaj të këndojë me gëzim. Peshqit. Në këtë ditë magjike dhjetori, ndjesit tuaj do të jenë të thella dhe të ndritshme si një oqean i pan. Është momenti i duhur për të ndarë emocionet me partnerin dhe për të krijuar lidhje të forta që ushqehen nga empatia. Në punë, do të shfaqni kreativitet që do të impresionojë prorët dhe kolegët. Mos kini frikë të shprehni idetë tuaja, ato mund të sjellin rezultate të papritura. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e tepërta, ruani një qëndrim të matur. Ndërkohë, lejoni vetes disa çaste të qeta për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata. Sot, ndiqni rrymën e jetës me një zemër të hapur dhe një shpirt të lirë.